profesional atë certifikim, po vetën e lojmë pak anash. Që unë e kumë po kësaj radhe të unis prej vetës, të unis prej asoj që nuk kom taku aloni kontabilist, koleg, i cili thëtë që nuk kom stres. Që paka shumë të gjitha këtu u lidhen edhe mirë dhe kështu pak si ide që kësaj radhe me u fokusu të kë shëndeti mendore Gjithë kjo stres vjen shpirtit ton. Po, gjithë kjo stres vjen prej pareve të huja, që duhet me menaxhu paret e huja. Gjithë kjo stres vjen prej përgjithësisë që e ka një kontabilist edhe për shkak se një gabim i tij mund t'i kushtoj shumë një biznesi, prandaj kjo është vetëm një nga arsyet që... Jo, unë po më bëj me shaka, sepse... Në parim është një profesion që kërkon shumë. Për memri me u bu kontabilist, dhe më thonë përveç shkollimit akademik, duhet me pasë edhe shkollimin profesional. Po flasë gjithmonë një kontabilist i mirëfillt, kontabilist profesionist, i cili i ka certifikimet dhe e mirë mban profesionin e vetë, nuk po flasë për ata persona që sot i thojnë vetit kontabilist e ndoshta din 2 deklaratë ose 3 me i plotësu. Po flasë gjithmonë për një kontabilist profesionist i cili duhet me kry fakultetin, duhet me kry shkollimet profesionale, me ndjek trajnimet e vazhdueshme për me mbajt profesionin në nivel. Pastaj gjithmonë ligjet ndryshojnë, standardet ndryshojnë, e na krahas punës që e kemë, duhet me shku me njek edhe trajnimet për me i marë mësimet e reja. Pastaj afat ka periudha që janë shumë ngarkume, sidomos fundi i vitit ose fillimi i vitit, kur ne i krijojmë raportet e vitit kalum, janë pastaj ato datat e caktume kur kemi me i bo raportimet tatimore. Pra, kemi periudha që janë, le të themi, të ngarkuara apo të zymta për ne si kontabilist, e krej këto përkthehen në një stres të madh, në një punë me shumë stres të përgjithësi. Shumë e vërtet, unë e bëra me shaka këtë që merreni me paret e huja, Po është të vërtet, është përgjithësi. Ne në fakt mirëmi me bilancët e huja, Po. I barazojmë bilancët e huja, por e harojmë balancën me vetën tonë. E prandaj edhe këtu desha dalë kontabilisti mes bilancave, balanca me vetën. Është quajtur edhe apo ndryshe njihet si tema e kësaj konference, dhe më intereson shumë të di se kush do të jenë folësit, çfarë do të flitet dhe kush do të jenë të ftuarit, ata të cilët do të përfitojnë pikërisht nga kjo konferencë. Janë disa folës dhe kemi një panel, gjithsej konferenca kësaj radhe do të zgjas 3 orë, por me shpresë që vitin e ardhshëm do të bëjmë diçka më të madhe, varësisht që ka më na shku deri në fund krejt. Folës kryesor është drejtori i sapo zgjedhur i administratës tatimore, i cili ka sjellë një vizion të ri të administratës tatimore, reforma të reja, e padyshim që për neve si kontabilist stresanti kryesor është administrata tatimore e Kosovës. Kështu që ne me padurim dojmë me i ndëgju cilat janë ato risi, përmirësimet e teknologjisë, digitalizim, lehtësira të tjera, shpjegimet që mungojnë, shpjegime në ligj, që kishin me na bo neve punën më të lehtë, më të sigurt, rrjedhimisht edhe me më pak stres. Prandaj folës kryesor ka me qenë gjithsesi ky drejtor pra që e ceka. Pastaj e kemi ftuar një folës tjetër kryesor, do të thotë që në fakt do ta mbylli këtë konferencë, do të jetë Sheki Hyseini, një mjeshtër i meditimit, i cili vjen enkas për neve nga Tetova, për ta mbajtur një ligjërat për meditimin, për na treguar frymarrjen, si ta rregullojmë në një moment të restresuar, pastaj cilët janë të hapat për meditim dhe si mundet meditimi me na shërby në profesionin ton për me qenë profesionist më të mirë, jo për ta neglizhuar profesionin, po për të qenë profesionist më të mirë, sepse neve gjithmonë ne ndodhemi shumë në mes të disa zjarreve, në mes të presioneve të ndryshme dhe ndonjëherë nuk arrim me marrë vendimin e duhur. Meditimi, çdo profesionisti mund t'i shërbej që në momente kur I ka disa opsione të gjej rrugën më të mirë, ta ketë mendjen më të thjellët për ta marrë vendimin gjithmonë më të duhur. Përveç këtyre, është një panel që do të trajtoj pikërisht balancën punë dhe person, do të thotë punë të jetë, si është ajo balanca, do të janë të ftuar gazetar, të ftuar psikolog dhe farmaciste, një farmaciste që do na tregoj vlerat e nevojshme të ushqimit që ne duhet t'i marrim
suplementet, pastaj ushtrimet fizike që ne duhet t'i bëjmë. Gjithashtu e kemi edhe një kolege, është Melita, e cila është e njohur për digitalizimin në profesionin e kontabilitetit, por kësaj radhe kam na fol për hobit e sajna, se qysh ndihmojnë hobit për me qenë një profesioniste e mirë në fushën e kontabilitetit. Dhe jo rastisht thuhet, edhe profesionistët e fushës në këtë rast